Përshëndetje të gjithëve, sonde për dag grosh, apo frasule, si i thoni ju nga anët e juja. Unë i them grosh. Mënyra se si e përgatis unë, për para se ta vej me zi, unë e lej gjysore me ujë të ngrohtë dhe një lugë kafeje sot buke. Pasi e marr, e laj, e shplaj mire, e vej në të nxere për të zjerë, i fus një qep, 2-3 karrota dhe mish viçi me kocka, se bëhet shumë e mirë. I marri shtyp mire qepën dhe karrotën dhe i kavardis në ftere, i edhim salcën, krip dhe spec djeks. Shtoj me ujtin që ka grosha, unë nuk i hedh ujë tjetër, me ujtin që ka zi grosha dhe është bërë një grosh super. Na bëft mirë dhe është një pjatë e preferuara që na ka rritur, pjata me grosh.